Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Ju kujtojnë ngurabiet e kuqe të fëmirisë? Nuk e keni idenë sa lehtë përgatiten në shtëpi. Unë sot i kam përgatitur në formë zemre, duke qenë se jemi në muajin e dashurisë, por formën mund t'ja jepni sipas dëshirës. Me disa sekrete të vogla, përgatiten mjaft lehtë. Qëndroni me mua t'i përgatisim bashkë. Në një endë shtojmë një vezë, 200 gram sheqer dhe me ndihmën një teli kuzhine do t'i përziem shumë mirë të dy përbërësit. Ju mund të përdorni edhe raz elektrik, por është një recetë shumë e thjeshtë, kështu që nuk është nevoja dhe me një tel kuzhine mund ta përgatisni shumë shpejt. Do vazhdojmë me 60 gram gjalp, të cilën unë kam tretur, mund të shtoni edhe vaj, 150 ml qumësh. Do vazhdojmë përzierjen edhe për pak minuta. Pasi është gati, do shtojmë rreth 300-350 gram miell. Mielin mund ta shtoni edhe pak nga pak nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është ai. 2 lugë nise shte dhe mos harroni 1 lugë çaji sot, sepse gabimisht nuk është regjistruar në video, por është shumë e rëndësishme. Do ta punojmë brumin për pak derisa të na formohet një masë e butë, jo e ngjitur. Dhe në tavolinën e punës do shtojmë pak miell poshtë dhe lart në mënyrë që të mos na ngjisë dhe do ta hapim në formën e një pete. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Siç e shihni, tani unë po hap petën ende dhe më pas do t'i japim formën. Forma karakteristike e tyre është e rumbullakët, por siç e thash në fillim të videos, meqense se jemi në muajin e dashurisë, unë i bëra në formë zemre. Dhe kjo është edhe trashësia e mënyrës që kemi prerë. Do t'i heqim pjesët e mbetura. Zemrat që kemi prerë do t'i vendosim në tavë, por pjesën e mbetur sigurisht që nuk do ta shkojmë kot, do ta punojmë edhe për pak dhe do ta hapim përsëri duke prerë edhe zemrat të tjera. Unë bëra edhe disa zemra të vogla me këtë masën e brumit që hoqja të tepruar. I vendosim në tavë, duhet patjetër letër pjekje poshtë dhe i kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati, them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi varet nga furra që ju keni. Ky është rezultati pas pjekjes, shikoni pak sa mirë që janë pjekur në të gjitha anët, nuk duhet të zverdhen, pra duhet të kenë këtë ngjyrë. Ndërkohë për pjesën e kuqe lart do shtojmë 100 gram sheqer pluhur, 2 lugë gjelle ujë dhe ngjyrë të kuqe për ëmbëlsira. Do ta përziem masën shumë mirë. Do shihni që nëse kjo masa është e hollë, do të shtoni edhe pak sheqer pluhur, pasi nuk duhet të jetë e hollë, se nëse është e hollë, biskota do ta pinë dhe nuk do të duken të kuqe në sipërfaqe. I lyejmë kështu, i lëm të thahen dhe i keni gati. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqen kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.